Bashkia Kukës nuk e ka paraqitur ende përpara Këshillit të Bashkia këtë draft të projektit në buxhetit lokal për vitin 2026. Sipas kryetarit Albert Muja, Këshilli Bashkiak është në afatet e limit të përcaktimit të konsultimeve publike. Mi bërë edhe një email kryetarit Bashkisë, gjithë strukturat Bashkisë, lidhje për të na paraqitur draft projekt buxhetin dhe buxhetin vjetor të 2026, pasi jemi në afatet e limit për të përcaktuar konsultimet publike si këshilli. Pra është shumë e rëndësishme që vendrimi 10 nëntor duhet na vinte neve këtë draft, pasi jemi në afatet që duhet pak të mendojmë se kemi diku nga data 10, 11, 12, që e konsultuam edhe me Komisionin e Ekonomisë, që pak të bëjmë 3-4 dërgjesa publike për buxhetin dhe për të parë prioritetet që janë. Pres që se sjellnin sot në paketën fiskale, deri në ditën e martësit, pra paraqitet tek ne që vazhdojmë me procedurat tjera që mos ketë pengesë, pasi e shoh pamundur që ketë një afat kohor edhe për të reflektuar nga ana e Bashkisë, nga rekomandimet ose raportet që dalin nga dërgjesa publike. Konsultimet me komunitetin dhe grupet e interesit janë pjesë e detyrueshme e këtij procesi me qëllim përfshirjen e sugjerimeve dhe prioriteteve të qytetarëve mbi projektet dhe investimet që parashikohen të realizohen nga Bashkia në vitin 2026.